Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot do të marrim mendimin e qytetarëve nëse do të marrin pjesë në zgjedhje apo jo. Si e shohin situatën politike dhe arrestimet e fundit të bëra nga SPAK. Do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Besoni te partitë politike që kemi në vend që do votoni për ta? Më shumë besoj te individët sa të partitë politike. Domethënë individët sepse partitë politike nuk kanë një ideologji të qartë. Do nuk kanë datë majtë nga djathta. Jam bashk. Shumë rëndësi në rasteve po. Duken të ndarë, por jam bashk, më thelb. Dje ka qenë seanca e fundit e parlamentit dhe deputetët tashmë nuk kanë më imunitet. Mendoni se do të ketë arrestime të tjera? Me shumë gjasa po. Kush mendoni se ka radhën pas Veliaj? Këtë e din më të mirë ata që merren këtu punë, prokuroria. Ne Qytetarë nuk shifin ndonjë. shiko, gjasa të mira, gjërat që ndodhin janë mirë sepse çdo pushtet e ndarë dhe funksionon. Një shtat do të funksionojë mirë. Jo pushtetit e bashkë. Por nga një anë shpesh edhe politika është shumë e vështirë. A do të merrni pjesë në votime? Patjetër. Besoni te këto partitë që do i votoni sërish? Je, veç hajt votojmë kot. A do të vinë një alternativë më re? Pse duhet votoni kot? S'ka alternativë. Si kaluat nga televizioni Shpresa jemi. A do të merrni pjesë në votime? Po, do të marr. Pa, besoni te këto partitë që do i votoni sërish? Nuk besoj asnjë. Çfarë kanë bërë ata për Shqipërinë, për çdo lloj partie, jo vetëm Më qeveria. shumë se ky si këto, si janë pushtet tani, nuk do të bëj më. Dje ishte seanca e fundit në parlament dhe deputetët nuk kanë më imunitet derisa të vinë zgjedhjet edhe të zgjidhen deputetët e rinj. Mendoni se do të ketë arrestime të tjera duke qenë se nuk kanë imunitet më? Se di për ato. Partitë që kemi janë alternativa e duhur që do i votoni sërish? Sigurisht, Kanë bërë të mirën për shqiptarët. sigurisht. Dje ishte seanca e fundit në parlament dhe deputetët tashmë nuk kanë më imunitet. Mendoni se do të ketë arrestime? Po fundi gjithmonë ashtu është. Po patjetër, po mendoni tani që nuk kanë imunitet do kenë arrestime apo jo? Është tjetër problema e. Nuk jemi ne pjesë e asaj. Ju si qytetarë si ishini? E ka drejtësia, jo ne. Besoni te drejtësia? Sigurisht. Aq sa mundim po. Drejtësia po bëhet nga shqiptarët apo ka ndikim nga Amerika? Drejtësia bëhet nga shqiptarët tani, Amerika mbaroi punën e vet. A do merrni pjesë në votime? Do varet. Besoni te partitë politike që kemi në vend që do i votoni sërish? Ne partitë politike kanë bërë gjë lloj. Nga televizioni Shpresa jemi. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Do marrim, si do marrim? Besoni te këto partitë politike që kemi në vend? Po të shohim kismet zotit. Nga televizioni Shpresa jemi. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Jo, Pse? Cila është arsyeja? s'më do qefi. Nuk keni besim te partitë politike? Asnjëri s'kam fare. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Patjetër. Do të merrni pjesë në zgjedhje. Patjetër që po. Do marrim? Që do bëjmë? Nxjerrje, po si të marrë nxjerrje? Besoni tek partitë politike që kanë 32 vjet në pushtet? Po. Ata, Janë bashkë apo janë kundërshtarë? po jam bashkë ata bëjnë ata numrat atyre, po çfarë Çfarë fol? do i votoni nëse janë bashkë? Po të votojmë çfarë të bëjmë? Ku do bëjmë? Ku të shkojmë? Në Shifni një alternativë më të re? He? Do të shikoni një alternativë më të re? Cin për shembull. Cin shohim. Dje ishte seanca e fundit ku vend dhe deputetët tashmë nuk kanë më imunitet. Mendoni se do të ketë arrestime të tjera? Ska ti? Kush është? Gjithë, pa përjashtim, përveç kryebashkiakut kryesor që është, edhe deputetët e tjerë që janë bashkë, Cilët mendoni ju? gjithë deputetët, pa përjashtim gjithë Nga politikanët të dy anët. kanë bërë korrupsion. A do të merrni pjesë në votime? Jo, Cila është arsyeja? Keni besim te politika për 32 vjet? jo fare. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Jo. Cila është arsyeja? Nuk i vlen fare. Pra si Si ishin partitë për 32 vjet janë bashkë apo janë të ndara? partitë. Të gjitha janë bashkë. Janë bashkë. Po, të gjitha. Dje ishte seanca e fundit në parlament dhe deputetët tashmë nuk kanë më imunitet. Mendoni se do të ketë arrestime të tjera? Patjetër që do ketë. Kush mendoni pas Veliajt se do të jetë? Pas Veliajt do ta shikojmë, por patjetër që ka. Merrni pjesë në votime? Po. Besoni te këto parti që kemi për 32 vite? Kështu s'tjapa si jo. Uno? Po. Unë vdesh për votime. Do hedh atje ku du unë. Patjetër. Dhe më lutet çuni si djalë i ri, hidhe këtu, hidhe atje, i them si ke gjë udhëheqësit.
Kush janë këta të rinj që po e marrin stafetën? Asnjë s'ke. Kështu gjyshi... Personet e këto partit që janë të vjetra, kanë 32 vite këtu në Shqipëri. Jo. Qa besoj unë ata janë mbledhur aty ka rumull, zgjedhje pas zgjedhjesh. Janë bashkë apo janë kundërshtar? Mbrojnë njeri tjetrin, edhe mbrojnë korrupsionin. Që mbrojnë ata? Popullin kanë bërë ndonjë gjë? Për pensionistë, ju si Populli do pensionistë? dragonde, një ashtu ngriti Greqia, ta ke blokon qeverin. Po ngrihet Serbia, ta ke blokon qeverin. Ku vete ky popull me këtë sklavëri të pranuar? Dhe unë sklav jam. Me pensionin $80 në muaj edhe prapë votoni. Pensionin nuk kam pension se kam qenë ushtarak. Nuk diskutoj atë, po shumë mirë prapë kam bërë një dy gjyqe. Pensionistët e tjerë marrin nga $80. Është turpi botës. Është turpi botës. Dzuk duhet ketë pension dhe të tjera, dhe ndim ekonomike. Le tetraplegjike, paraplegjike. Në 700.000. Profesor Pëllum Pilinçi, nuk e di nëse i njihni, është kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, ka bërë disa deklarata si për arrestimet dhe për qeverinë teknike. Thotë që do të bëjnë ndryshimin në Shqipëri Së dhe qeveria teknike që është gjithë të problem, se ka kaluar edhe këtu në Shqipëri, kur që e bashkifino, kur që jesë pas. Po së është ajo zgjidhja, qeveria teknike do rregullojnë në një problem që ka aty, se këta s'duan ta rregullojnë, se mbrojnë njëri tjetrin. do bëjnë rregullime dhe pastaj do kalojnë president. Pse u kthyen prapë ke ligjin pashëm, thjesht ruajnë strukturën e tyre të korruptuar. Edhe pa merita. Qysh që ka kjo? Si mund t'jesh ti akoma me ato të vjetrat, që ashtu. Kjo dhe Edi Rama, që është ashtu. Edhe Edi Rama ka gjatë, nuk shkon, po kujtja lërë. Dje ishte seanca e fundit plenare në parlament dhe këta deputet nuk kanë më imunitet, deputetet e tanishëm. Mendoni se do të ketë arrestime tani në vijim? Po edhe mund të ketë, po të shi sa materiale do hidhen tani. Dalin korruptuar të tjerë aty.